Shqipëria si shtet, Po. sepse hajde ne shqiptarët e Kosovës, thuaj se ishim në këtë mbretërinë serbo-kroate slovene, në atë federatën e ashtu quajtur Jugoslave dhe kishim një shekull përjashtuar edhe nga vetë pjesa e kombit. Edhe pse jemi një kombë, Po. ne mund të jemi dy shtete sot dhe të jemi krenar. Le të bëhemi 5, por në fund jemi një nacionalitet Po. dhe jemi shqiptar. Ku është mungesa që spaku Parlamenti i Shqipërisë të miratoj një rezolut në të cilën e dënon gjenocidin mbi shqiptarët, mbi pjesën e vet, mbi pjesën e vet popullatës. E lere territorin. Territorin nëse janë të fortë, të fuqishëm ata që autokton kanë qenë, do të jetojnë ose do ta kthejnë ose do ta shpallin, po si popull. Ai ka kryer gjenocid mbi popullin shqiptar. Nuk mund të themi ka kryer mbi popullin e Kosovës, ka kryer mbi popullin shqiptar. Nëse faktori ndërkombëtar në pikë të natës ja imponoi struktura shtetërore të Kosovës që të krijojnë një gjykatë speciale që sot dënon luftëtarët e lirisë me fakte apo pa fakte, me argumente pa argumente. Ai u kriju. Njerëz sot janë burg, që 8 vjet janë burg, thirrën brenda natë, me fakte pa fakte, hetohen e çetohen. Po. Ç'jemi duke bën na? Në fakt, Na ku jemi? në fakt ne Si Kosova, si Shqipëria. Si A më Kosovë- shumë këtu akuza vjen për shtetin shqiptar, Po. jo për neve. si Kosova, si Shqipëria nuk janë duke punu në ndërtim, është duke punu jashtëzakonisht shpak. Unë e para e përmenda edhe mekanizmat ligjor janë shumë të mangët. Vullneti politik dhe argumentus i shqiptarëve nuk është sa duhet. Thash, ka fakte, ka dokumente për dëshmu qartë që atë që ka bërë Serbia është gjenocid. Neve, çka na duhet neve? Neve duhet këto fakte, këto prova. Ti seleksionojmë dhe ti dokumentojmë para faktorët ndërkombëtar dhe në anën tjetër të bëjmë përpjekje serioze që ti dëshmojnë botës që atë që ka bërë Serbia gjatë luftës në fundit 1999 është gjenocid i pastër me një zinxhir të pastër, një zinxhir të qartë komandues. Pra, Serbia ka realizuar krimin e gjenocidit me qëllim të shkatrimit të shqiptarëve si të tillë. Mirë po, fatkeqësia më e madhe është kjo. Nuk ka vullnet sa duhet politik dhe neve ajo që neve po na pengon është mendësia e shqiptarëve që na ka përcjell gjatë historisë baraktarizmi dhe mos uniteti në punë madhore, në punë do thotë që janë menësi Kolektive. Kjo është kolektive. Kjo është ajo që neve po na dëmton. Jo rastisht, domethënë e ka përmend Fajkonica, shqiptari më përpara ta fal gjakun se sa ta fal suksesin. Kjo është një fatkeqësi e madhe dhe po e shfrytëzojnë armiqt tanë që janë shumë të organizuar. Ku jemi te shteti shqiptar, sa i përket procedurave për dënimin e Serbisë për krimin e gjenocidit ekzistojnë 3 procedura. E para procedurë është jemi antar i konventës së OKB-s për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit që është domethënë në nënshkruar në vitin 1948. Si bëhet kjo? Kjo bëhet me një kërkesë, ne jemi antar në mënyrë si trashëgimtar ish Federatës Jugoslave. Sepse kjo është parapame edhe do thotë me rregulla, me ligje, me traktate që ne kemi drejt që të trashëgojmë Federatën Jugoslave, të jemi që mënyrë. Por kjo është një nga rrugët. Një nga rrugët. Që të jemi pjesë që mund të jemi pjesë e kësaj, domethënë kartës OKB-s për parandalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit. Është një ndër formë që e parashet domethënë traktatet e Vienës, domethënë e precizon qartë që ke drejtën në mënyrë automatike, domethënë traktatet e Vienës, konventat e Vienës për çështjen e traktateve e precizojnë qartë, sidomos në 34 e përcakton qartë që domethënë ne kemi drejt që në mënyrë automatike, do thotë, jemi pjesëtar kësaj, domethënë, kësaj konvente. Sepse
çdo shtet i cili ka qenë pjesë e një shteti të caktuar ose një federate, në momentin që shpërbëhet i bart ato përgjegjësitë që i takon. Edhe me deklaratën e pavarësisë Kosovës, Kosova është zotu që do t'i zbaton gjitha ato traktatet e përpashme që ka ratifikuar edhe ish Federata e Jugosllavës, si ka qenë edhe konventa për gjenocid dhe konventa tjera. Pra, është një ndër rrugë, domethënë që me qenë pjesë e kësaj konvente, do thot për ndalimin dhe dënimin e krimit të gjenocidit si trashëgimtari i Jugosllavisë. E dyta është përmes shtetit palës tretë, domethënë këtë rast mundesh përmes Shqipërisë ose një shteti tjetër. Dhe procedura e tretë është përmes duke qenë antari i KOMB-be të Bashkuar. Këtu sa i përket pyetjes që bëhet lidhur me mundësinë e Shqipërisë për me na ndihmu këtë rast, ne dimë që 2 herë ka dështuar që miratohet në një rezolut në Kuvendin e Shqipërisë që ta cilëson ato që ka ndodhur në Kosovë si gjenocid. Dhe unë jam këtu skeptik. Unë jam skeptik i madh. Unë mendoj që Kosova nuk ka vullnet brenda shtetit shqiptar. Nuk ka vullnet para shtetit shqiptar dhe duhet ta pranojmë tërësh. Shqipëria në vazhdimsi fatkeqësisht ka qenë e kapur nga agjentura greko-serbe. Dhe ne kemi një kryeminist si Edi Rama që në vazhdimsi e saboton interesat e shqiptarëve në veçantë të Kosovës. Ka marrë pjesë në projektin për coptimin e Kosovës. Mandej në vazhdimsi i bën turistëni i Kosovës. Dhe përderisa në Tiranë, domethënë në Shqipëri, Tirana zyrtare, udhëhiqet nga personat e cilët nuk është prioriteti i tyre, interesi kombëtar, nuk pritet diçka e hajrit. Mendoj që mosia më ideale do të ishte për një shtet tjetër, ose që kjo mënyra automatike, edhe me gjithë se domethënë unë dyshoj që kjo mund ndodh në të ardhmen e ardhshme. Çka duhet bëjmë ne? E para, ne duhet sa më tepër të dokumentojmë para faktorëve ndërkombëtar krimet e gjenocidit serb. Të mbledhim fakte, të sistemojmë, të dokumentojmë ato, të përgatitim në mënyrë profesionale një padi, mirë po jo një padi për gjenocidin serb, vetëm domethënë 1998-99, por edhe një gjenocidin serb në spaku nga 1877 e tutje. Spaku për një shekull, sepse është jo e drejtë, domethënë nëse bëjmë padi vetëm për çështjen domethënë për luftën e fundit. Por ajo që ka duhet ne, mua më ka pëlqyer një deklaratë që ka bërë 2001 ish kryeministi Ramush Haradini, që kishte thënë shumë bukur, që mos harrojmë se gjatë periudhës sa ka qenë kryeminist, megjithatë janë bërë disa lëvizje të rëndësishme sa i përket kësaj çështjes së dokumentimit të krimit gjenocid. Ai ka thënë shumë bukur. Qeveria aktuale tha nuk duhet ngutet, duhet përgatitet, mbledh fakte, përpiloj do thotë një padi për gjenocidin në Serbinë dhe Kosovë dhe ta pret momentumin e rëndësishëm gjeopolitik. Kjo është një mençuri. Dora në zemër, ne duhet ta kemi qartë se çdo gabim i yni, nëse nuk arrijmë me faktu dhe bëjmë padi, në rast që humbim, atëherë kjo është katastrofë e madhe për ne. Prandaj, duhet ta kemi qartë se çështja e dënimit të Serbisë për gjenocid nuk është vetëm çështje juridike, por edhe çështje politike. Ne kemi fakte dhe dëshmi, për shembull, Florence Hartman, ish zëvendës prokurore e Tribunalit Hagës, ka dëshmuar qartë me dokumentet që ka publikuar, dokumente sekrete e Tribunalit Hagës, që ka pasur koketim mes Goran Slivanovićit, ministri i punëve të jashtme të Serbisë, dhe Carla Del Ponte për mos me dënu Serbinë për krimin e gjenocidit, dhe në njëjtën kohë Goran Slivanović nuk i ka ofruar dëshmi Tribunalit Hagës dosjet e ushtrisë Jugoslave, dosje ushtrisë serbe, me arsyetimin se nëse ne i dhurojmë këto fakte, këto dosje, atëherë do dënon Slobodan Miloševići për krimin e gjenocidit dhe si e tillë shpallet Serbia si shtet fajtor për krimin e gjenocidit dhe duhet paguajmë dëmet. Në fakt që duhet të ndodhë. Në fakt që duhet të ndodhë. Por jo vetëm për Miloševićin. Kemi të bëjmë për periudha të gjata që nga mbretëria serbo-kroate slovene, nga Jugoslavia e Titës e deri në shpërndarjen e saj. Çka duhet bëjmë ne konkretisht? Përmendëm ato 2 ligje. Kosova duhet sistemoj fakte, dokumentet, ta arrijnë ta përpilojë një padi me ekspert vendor dhe dokumtar,
domethënë jo vetëm gjatë periudhës 1988 po tutje, dhe ta pret momentumin gjeopolitik. Po para se ta pret momentumin të favorshëm gjeopolitik, duhet tentoj që në shtetet mike, në parlamentet e tyre, miratohet ajo që ka ndodhur Kosovë si gjenocid, që të jetë një hap përpara dhe testim vullnetit politik të Bashkisë Kombëtare. Nëse ne ngutemi, në këtë fazë unë jam te skeptik. Fare nuk është të punu. Thash organet e drejtësisë Kosovë është të punu jashtëzakonisht pak. Mënyra kriterëve se si dënojnë kriminalë serber të turpshme. Kjo është qesharake. Kërkohet vetëm nëse e ke pa me sy nëse ky është kriminal. Në anën tjetër nuk merret për bazë nëse është e mjaftueshme. Këta persona kanë marrë pjesë, do thotë, në krik të llahtarin ndaj shqiptarëve. Që duhet ta dimë që edhe procesi i pastrimit etnik që ka ndodhur ka pas qëllim shkatrimi i shqiptarëve që e tillë gjatë këtij procesi ka ndodhur vrasjet, dëbimet, marrja domethënë mjetet e identifikimit, masakrimet, dhunimet shqiptarëve. Po në fakt shumica e këtyre që kanë kryer krimet janë me emrin e mbiemër. Dhunime dhe gjitha këto domethënë është terrori ndaj grave, poshtrimi tyre dhe krijimi do thotë një pikpamje do thotë demoralizimit kolektiv dhe shkatrimit të shqiptarëve si tillë. Domethënë ajo çka duhet bëjmë, duhet të argumentojmë dhe dëshmojmë për gjithë ato llahtarit të krimit gjenocidit që e ka bërë. Duhet ta potencojmë. Ne kemi dëshmi, kemi fakte që Serbia për mi mbledh që i përmend projekte për mi hub gjurmët e krimit. Kemi dokument 2001, kemi një dokument domosdoshmë që është i publikum me urdhër Slobodan Miloševićit që Nikola Plaveshicit, ish generalit të armatës jugoslave, që i kërkohet mi zhduk provat e gjenocidit serb, dokumentet, faktet. Ajo që është esenciale që duhet përmendet, për pas këtyre llahtarive që kanë mbi 400 masakra, 900 varra masive, janë bërë ekzekutimet e shqiptarëve në mënyrë më të llahtarshme. Mandej janë mundu me zhduk provat duke i djeg kufomat të shqiptarëve në përshkretore të ndryshme. Që janë njohura publikisht. Çështja para që ndodh, domethënë padija, ne duhet ta kemi përbazë një fakt shumë e rëndësishëm që duhet ta presim momentumin dhe të shohim rrethanat e favorshme gjeopolitike për të bërë një padi. Thash neve na mungon mas pak një zdacion i qartë. Gjykata tonë duke punuar jashtëzakonisht pak, nuk ka vullnet politik. Krijimi i këtij instituti aktualisht është duke punuar jashtëzakonisht pak dhe vetë fakti që e përmendin qartë udhëheqat e këtij instituti që mandati jon i cekin 5 pika këtij mandati të këtij instituti duke i ofruar ligjit për nuk ka vullnet dhe nuk do të trajton fare krimin e gjenocidit. Që në start, mënyra se si po punohet. Domethënë, shihet qartë që ky është sabotim. Dhe unë është një mesazh nga ti se duhet ndryshuar. Me dyshim që këtu është involvuar dhe agentura serbe. Si ka mundësi? Ketë involvim drejt për drejt. Padyshim që po. Si ka mundësi gjykatat, po edhe njëtën ku edhe personat që po vuajnë në këto procese. Domethënë po sabotojnë. E përmendëm rastin e mediave, e përmendëm do thotë po. E rastin e mediave këto jo mediat po shfrytëzojnë një vakum atje deklaratat pa matën. Çështja një ndër e përmendëm më parë që një element e gjenocidit është vështirësimi i kushteve jetesës. Dhe e aspekti ekonomik, 98-ën, sidomos e përmend 97 që këtu kemi një trajtim të gabueshëm kur pretendohet se kinse në periudhën e Jugosllavisë i kem pas punët mirë, që është gabim i madh. Kam bërë një shkelm. Është propagandë e madhe, do flasim në emisione tjera, kështu që thjesht nëse s'ki diçka të shtojsh në lidhje me gjenocidin, po, vetëm edhe një do kisha mërë do ta përmbyll emisionin. Sa i përket asaj që një ndër elementet e krimit të gjenocidit është vështirësimi i kushteve jetesës. Dhe vështirësimi i kushteve jetesës
që e ka ndërmarrë jashtëzakonisht fuqishëm Serbia. A ka pas luftë speciale për ta heshtur informimin, thjesht për mbledhjen e provave, edhe ndikimi ka qenë i faktor për ta çuar shoqërinë tonë drejt një pajtueshmërie të dhunshme, të padëshirueshme ka shi serbëve? Ka prova nën për këto? Ka prova, ka fakte, po edhe kontribut madh destruktiv e kanë dhënë edhe këta pseudo profesora, pseudo analista që kanë kryer studime jashtë vendit. Ka për ty haptazi që kanë përmendur se nuk ka ndodhur gjenocid pas pasimit të një. Te ke rastin për shembull i ministrit punëve të jashtme Kosovës. Tentim gjenocid. Ky Enver Hoxha. Ose ky tjetri që mund të thirrë për pajtime, se ka ndodhur çfarë ka ndodhur dhe serbët shqiptarët vetëm pajtimi mund t'i sjell. Kjo është një skandal i madh, domethënë që shihet sidomos e përmend faktorin ndërkombëtar ka dëshiruar në emër të realizimit të raporteve mes shqiptarëve. Pse nuk paditën këta njerëz? Kur cënohet integriteti prandaj shtetëror. Unë e thash, është e domosdoshme me kriju edhe një ligj që e dënon çdo person që e mohon ato që ka ndodhur në Kosovë si gjenocid. Ku i referohemi asaj që e përmendëm vështirësimi kushteve jetesës që një element. Thash 90-97 që i përmend ato statistikat, nuk është se ka ndodhur apartheid, ka ndodhur një gjenocid. Për shembull, ku jemi të helmimet, diku rreth 8000 persona që helmun shqiptar me helme kimike. Zdiskutohet, është pjesë e gjenocidit. Më rikujtu edhe një detaj që duhet ta përmend dhe do ta përmbylli. Rreth 8000 persona që janë helmu, domethënë me helme kimike. Serbe, pjesë e asaj gjenerate janë. Rreth 5000 kanë mësuar me fatalitet. Dhe ky helm është padrejtisht disa studiuese dhe persona të cilët i takojnë asaj provës që kanë shkruar e përmendën se ky helm ka ardhur jo nga Çekoslovakia, jo është prodhuar në Serbi, e vërteta është Serbia ka prodhuar helme kimike që u ka dërguar dhe Saddam Husseini, por ajo që ka vepruar në Kosovë, ky helm është i argumentuar po fatkeqësisht të ne me dije dhe qoftë edhe me qëllim mbulor e ka bë nga Izraeli që se quhet aleat dhe bile për këtë unë se quhet aleat më gjatë për këtë do të argumentoj do të kemi një dimension me një deklaratë që kishte bërë në atë kohë Zevenc, kryeministri i Bosnjës Muhamet Çengić, që kishte deklaruar që helmi kimik ndaj shqiptarëve është dhëruar nga Izraeli. Ku jemi te helmet kimike, për shkelje të rregullat e luftës. Do të kemi një emision për luftën speciale në ish Jugosllavi. Lufta speciale do t'i trajtojmë të gjitha këto tema. Vetëm edhe ku jemi te ajo që tham nuk i ka zbatuar konventat ndërkombëtare. Serbia në vazhdimsi nuk i ka zbatuar konventat ndërkombëtare dhe luftën e fundit që mbeta borx. Por pos krimet të jashtëzakonisht të mëdha, vllahtarit e mëdha mbi 11000 shqiptarë që janë vrarë, masakruar dhe diku 1600 ende janë persona të zhdukur, domethënë me qëllim qartë për shkatimin e shqiptarëve si të tillë. Serbia ka përdorur në njëjtën kohë edhe armë të ndryshme që ka qenë ndaluar me konventet ndërkombëtare, për shembull përdorimi i minave ndaluar me konventin e Otavës në 1997. Mandej ka përdorur edhe helme kimike ndaluar me konventet ndërkombëtare dhe nuk duhet të harrojmë që nga 1900 me njëherë mas helme kimike është raportuar me mjeku ligjor, me ekspert ndërkombëtar, mandej kemi edhe konferenca që janë bërë edhe në Paris nga 93-a që u dëshmu që këto helme kanë qenë helme kimike, jo siç ka propaganduar patologët. Të dënueshme me konventet patologë serb, mjek serb duke shpif se kinë se këto inskenime shqiptarëve, ku jemi te këto çështja e inskenimeve, duhet ta përmendim rol jashtëzakonisht gjithmonë destruktiv e ka pas tek serb personeli shëndetësor. Është fatkeqësi, po duhet ta themi në vërtet. Këta nuk kanë dërshkuar veten kur humanist. Në mënyrë vazhdueshme kemi pej masakrave, gjenocidin 1912-13, kemi ku mjek serb o shku para personat plagosur për shqiptar duke pa ende të vdekun. Në momentin që mjeku ka treguar se persona janë ende nuk ka vdek, kanë ardhur kriminal serb me bajonetë kanë myt. Dhe çka kanë bërë mjekët edhe gjatë periudhës së helmimeve? Filloi përjashtimi i shqiptarëve, domethënë komplet suspendime gjitha këto. Mirë po. Ka qenë luftë speciale, ajo çka është sa i përket temë krejtësisht tjetër. Helme kimike. Duhet ta përmendim. Për herë të parë, helmet kimike që ka bërë Serbia është në 1939 me sulmin ndaj Tahrir Mejes, e ka vazhduar në luftën e fundit.
luftën e fundit, do më thonë, është argumentuar, dokumentuar zyrtarisht, me 22 prill në rrafshin e Dugazhinit, e ka përdorur Serbia 22 prill 1998, helmi i parë, helmet kimike, sidomos bombardimet me raketa me radioaktivitet, ka, do më thonë, dhe helme ndryshme që i ka gjuhë helme ndryshme kimike që i ka gjuhë Serbia, ka përdor masivisht, ka pas kohë ka përdor gjatë komplet luftës së fundit. Dhe në konferencat të ndryshme që mbajt para luftës në Kosovë është thënë që Serbia ka potenciale destruktive, ka shumë helme ndryshme kimike dhe mund të paraqet sfidë shumë të rrezikshme për për rajonin. Prandaj këtu është një fatkeqësi e madhe për e jona që nuk i kemë rregulluar sa duhet dhe duhet të themi qartë që Serbia tradicionalisht i ka shkel çdo konvent ndërkombëtare, edhe përkundër që ka qenë nënshkruesi atyre konventeve ndërkombëtare, nuk i ka zbatuar kurrë rregullat të luftës dhe ajo që ka ndodhur në Kosovë është një gjenocid i qartë dhe një gjenocid i vazhdueshëm 200 vjeçar, në mënyrë të vazhdueshme.